2 ditë më parë, Tirana kaloi një pasdite që askush nuk do kishte dashur ta përjetonte. Një lajm I kopshëm që për disa orë mbajti pezull një qytet të tërë. Një zjarr që mund të ishte kthyer në një tragjedi njerëzore, por që fal Zotit, po edhe fund punës së zjarrfikësve, mbeti një dramë e madhe pa viktima. Por fati ishte që nuk kishte viktima, nuk do të thotë që kjo histori ka mbaruar mirë. Do të thotë vetëm një gjë, që ato qytetarë, ato banorë atje kanë shpëtuar për pak. Dhe kur një qytet shpëton për pak, nuk është fat. Ky është paralajmërim. Ky është zjarri I dytë në një kohë të shkurtër në Tiranë që ngreh një alarm të madh publik. Jo për shkakun e drejt për drejt, jo për rastësinë e një shkëndije, një defekti, po për mënyrën se si këto zjarre po përhapen, për shpejtësinë me cilën dalin jashtë kontrollit e për pasojat që lënë më pas. E mbi të gjitha edhe për ato që zbulojnë, një sistem ndërtimi dhe kontrolli që sot fatkeqësisht nuk funksionon. Kriminal. 2 vite më parë, në zonën e ish parkut autobusëve, një zjarr rrezikoi që të shkrumbonte një pallat të tërë. Ishte një skenë që shumë kush e kujton ende. Fasada e ndërtesës ishte ndërtuar jashtë çdo standardi. Materialet jo të përshtatshme, mungesa e elementeve bazë sigurisë, mungesa e infrastrukturës dhe njëkohësisht e hapësirës për të patur minimumin e ndërhyrjes. Zjarrfikësit, të cilët u ngjej rastin edhe t'i falenderoj sot këtu për kurajon, po edhe njëkohësisht për përkushtimin që shpëtuan jetën e të moshuarve, luftuan atje për orë tëra. Banorët pan shtëpitë e tyre t'i shkatërroheshin para syve. E në fund, ajo që mbeti ishte një ndërtesë jashtë funksioni, investimi humbur dhe një pasiguri që askush nuk e adresoi si duhet. Sot historia u përsërit përsëri, një tjetër zjarr, një tjetër pallat, një tjetër komunitet I goditur. Këtë herë ishte pranë ish farmacisë 10-70 apartamente, në një pallat kompleks të madh me mbi 10 hyrje, ku shkalla numër 5 ishte ajo që u doq. Në letra gjithçka sipas standardeve, në dokumente gjithçka e rregullt, në kolaudime çdo gjë e certifikuar, por në realitet një ndërtim që nuk ka logjikën minimale e bazike të sigurisë, një fasadë që lejon përhapjen e flagëve, dyqane pa sisteme minimale mbrojtje, një strukturë që në vend që t'i mbrojë banorët, I ekspozon ato ndaj rrezikut. E këtu lind pyetja, si është e mundur? Si është e mundur që një ndërtesë që ka kaluar të gjithë filtrat ligjor, që është e kontrolluar, kolauduar, certifikuar, të rezultojë në praktikë rrezikshme? Si është e mundur që askush se ka parë, apo më keq akoma, si është e mundur që dikush e ka parë, e ka dhënë atë leje, s'ka reaguar? Këto nuk janë pyetje teknike, këto janë pyetje politike, janë pyetje për përgjegjësinë, sepse këto nuk janë rastet izoluara, nuk janë 2 incidentet palidhura, janë simptoma të një problemi shumë të madh. Të një problemi me mënyrën se si sot po ndërtohet në Tiranë, me mënyrën se si jepen lejet, si kontrollohen projektet, me mënyrën se si mbyllen syt përpara shkeljeve. Po le ta shohim këtë me shifra. Në 2015-2025 janë dhënë 9.9 milion katror leje ndërtimi vetëm në Tiranë. 9.9 milion metra katror, e këtu nuk kemi të bëjmë me një rritje, po me një shpërfytyrim urban që I rrit çmimet në maj, ndërkohë që cilësia e ndërtimit është në nivelin më qesharak të mundshëm edhe pa e kontrolluar. Në ato zonë ku metri katror I një apartamenti është shitur 2.500 euro. Tani imagjinoni një familje, një çift të ri që kanë marrë një shtëpi me kredi dhe do I duhet jo një jetë, jo 2 jetë, po 3 jetë për të paguar 180.000 euro për një apartament. Janë lekët e jetës së një familje të re, po blejnë apo kanë blerë investimin e jetës tyre dhe nuk mund të rrezikohet as nga mungesa e seriozitetit bashkisë, as nga korrupsioni, që në këtë rast në ndërtim është dhe arsyeja kryesore. Vetëm vitin 2024 një rekord absolut lejesh ndërtimi, 1.9 milion metra katror leje ndërtimi në një vit vetëm. Po çfarë rekordi është ky, kur sot qytetarët ndihen më pak të sigurt se dje, sepse problemi nuk është se sa ndërtojmë, problemi është si ndërtojmë. Dhe kjo sigurisht që bëhet gjithmonë më shumë e qartë kur ti e shikon Tiranën, 60 deri në 70% të gjithë lejeve në rang kombëtar janë dhënë në Tiranë. Nuk kemi të bëjmë me zhvillim lokal, kemi të bëjmë me një përqendrim të ndërtimit që ndërkohë ka një pikpyetje shumë madhe për cilësinë. Vetëm ndërtimet mbi 8 kate janë pothuajse 4.8 milion metra katror, me 107 pallate të larta. Po flasim për ndërtesa të mëdha, komplekse me risk lart, nëse standardet nuk zbatohen në mënyrë rigoroze. Dhe kjo e gjitha
nuk është rasti, po është një pasojë e një modeli që sot e vendos shpejtësinë e pasurimin e zyrtarëve mbi sigurinë e qytetarëve. Pasojë e një sistemi që mat suksesin me metra katror, jo me standarde jetese. Pasojë e një sistemi të korruptuar që nuk kursehet para asgjëje. Madje edhe kur shohim të dhënat më të fundit, shohim që çdo vit më shumë këto po rriten, lejet e ndërtimit. Dhe kjo nuk është një shenjë reflektimi, po është një problem që kryebashkiakun e betonit sigurisht e kemi pas hekurave, po lejet vazhdojnë. Në një dekadë kemi dhënë 4.5 miliard euro leje ndërtimi, e kjo me një llogaritje të thjeshtë, sepse një treg që nuk lëkundet pas një bumi kaq të madh është një treg që nuk ndërtohet mbi baza të qëndrueshme, sepse çfarë vlerë kanë 9.9 milion euro katror ndërtim, nëse një pjesë e tyre nuk janë të sigurt. Çfarë vlerë kanë rekorde nëse qytetarët janë të pambrojtur në shtëpitë e tyre. Zjarret që kemi parë nuk janë vetëm incidente teknike, janë goditje direkte ndaj jetës qytetarëve, ndaj kursimeve tyre, ndaj mundit tyre, e kushdo që ka lidhje jo vetëm me lejet e ndërtimit, po edhe me kontrollin e certifikimin e kolaudimin e tyre duhet mbaj përgjegjësi. Janë familje që kanë investuar gjithçka për një shtëpi, janë njerëz që kanë marrë kredi për 20-30 vite, janë të rinj që kanë ardhur nga emigracioni me shpresën për ta ndërtuar jetën këtu. Dje në vend ngjarje, kur flakët ishin shuar e kur tymi vazhdonte të ishte akoma atje, shkova për të takuar banorët e për të biseduar me to. Takova një çift nga Berati, kishin investuar kursimet e jetës tyre, edhe kursimet e djalit tyre në Gjermani. Shtëpia ishte ende bosh, nuk e kishin filluar mobilimin. Për këtë arsye shpëtuan, sepse mund të kishin qelluar aty brenda në banesë. Kredia kish nisur dhe kjo është drama reale që nuk shihet në kamera. Përpallë kësaj drame, ne kemi një heshtje që nuk mund të justifikohet. Kemi institucione që reagojnë vetëm ditën e ngjarjes. Kemi deklarata, kemi premtime. Kemi një rutinë që fatkeqësisht ndodh sa herë që ka një ngjarje, po këtë herë nuk duhet ndodh kështu. Nuk bëhet fjala për një defekt teknik, bëhet fjala për një zinxhir përgjegjësie që duhet hetohet nga fillimi në fund. Kush e ka dhënë lejen? Kush e ka marrë këtë leje? Ku janë gjendur fondet, parat me të cilat është ndërtuar ajo godinë komplekse, gjigande? Kush e ka kontrolluar projektin, kush e ka kolauduar ndërtesën, kush ka firmosur që kjo ndërtesë është e sigurt. Dhe nëse sot rezulton që nuk është e sigurt, kush e mban përgjegjësinë? Sot nuk mjaftojmë që të fajsojmë vetëm ndërtuesin, sepse ai po e ka përgjegjësinë e tij të parë. Nuk mjafton që të fajsojmë vetëm ato që kishin përgjegjësi për të administruar. Sot përgjegjësia është institucionale. Përgjegjësia fillon nga kryeministri, që sillet si zot i lejeve të ndërtimit, deri tek kryetari i bashkisë, çdo zyrtar bashkie që kishte përgjegjësi aty. Prandaj sot ne duhet bëjmë diçka për të reagimit. Ne duhet veprojmë. Duhet menjëherë të ngrihet një grup i përbashkët pune nga qeveria qendrore e pushtetit lokal për të bërë një bilans të dëmeve, të bizneseve që janë mbyllur atje, e shumë klinika dentare ishin mbyllur atje, të banorëve të cilët janë larguar nga shtëpitë e tyre, e shumë banorë ishin larguar atje. Një hetim i plot mbi leje, mbi kolaudimin, mbi standardet e ndërtimit, jo vetëm atje, po në Tiranë. Një kontroll real mbi cilësinë e punimeve, një verifikim i çdo ndërtese që mund paraqes rrezik. Nuk mund të presim për viktima për të kuptuar se çfarë nuk shkon. Ajo që pam është një sinjal, është një paralajmërim, dhe nëse ne nuk reagojmë sot, nesër mund të jetë vonë. Ne duhet patjetër në këtë parlament t'i dalim për zot jetës qytetarëve, t'i dalim për zot sigurisë tyre, t'i dalim për zot jetës, punës, djersës, mundit tyre që ishin investuar atje. A e kuptoni se çfarë po bëni me Tiranën? Tirana e ka shuar identitetin e saj. Nuk mund bëhet fjalë më për të ruajtur traditën, shpirtin, karakterin e Tiranës që ja keni fshirë pikërisht me këto leje të ndërtimit. E keni kthyer në një fjetore të madhe, po sot po i rrezikoni edhe jetën qytetarëve. Atë jetë që me zor, me mund, edhe me shumë përkushtim, po përpiqen që ta ndërtojnë këtu, ato që kanë mbetur akoma këtu, se shumë prej tyre janë larguar. Faleminderit. Zoti Hoti, keni kërkuar fjalën për procedurë? Të bëhet gati zoti Kadeli. Faleminderit.